Për vitin 2025 janë importu ndo Ghana 8 milion litra qumësht. Pyetja është sa nga kjo sasi është bloku ose është... Janë importuar në falë? 8 milion litra qumësht. Kanë hyrë. Kanë hyrë. Duke njek edhe modelin e misrit. Tu përfshit edhe qumësht i plur apo qumësht i freskët? Jo, qumësht i freskët. Jo pluri dhe këto problematika. Dhe bebe, qumësht formula bebe. Këto problematika në vaj, palmes edhe hira. Ta janë problematikë kretë tjetër në vedi. Jo, s'kan lidhe me këtë rast, patjetër. Sa nga ky qumësht është bloku, apo kokëj që duhet që në 8 milion litra mos të ketë problematika. Duke pas parasysh që kontrolli është problematik dhe inexistent. Unë kod nuk e thash atë të historinë e 2013 që Kosova merë mostra të importit, produktit importit, dhe pastaj në radhë parë kontrollohet ai që ka lartë sësate që ke këtu dhe ke ku me ka. A ka të aflatoksinave gjatë kontrollit? Rastet që kanë pasur pozitive janë ndjekur dhe janë publikuar në web. Jo, a ka patur rastin e qumësht importit? Importi, jo... Si lëndë e parë. Shiko, se ne duam patjetër që ta të lovisim sektorin tonë. Jo, pa tjetër se sepse unë nuk e kam për mendimin tim edhe pyetja është që gabim në 8 miliona. Pyetja më korrekte duhet jetë produkti i gatshëm i importit a kontrollohet, sepse ne po diskutojmë sot femblektorin, ne po diskutojmë sot industrinë përpunuese, ne po dhe po hedhim topin ke njëri ke tjetri. Qëse do të referohemi produkteve të importit, ka qumësht të freskët që vjen për industrinë e përpunimit, ka qumësht të pasterizuar që vjen shumë pak, që dominon qumësht i UHT, i cili a ishtë pjesën më të madhe të importit. 38%, vetëm një brand zem 38% të qumësht të UHT është a i që zë peshën kryesore të importit. Pra, unë këtu e kam atë diskutimin. Del aflatosin e djathit parmigiano në Itali, jemi neve të sigurta që a i djath që importojmë është kontroluar.